që members O Zot ki mëshirë, O Krisht ki mëshirë, O Zot ki mëshirë, O Krisht ndjena ne, O Krisht dëgjona ne, O atë qiellor hy, Biri shërbos i botës hy, Shpirti shenjt hy, Trinia shenjt një vetmi hy, Shenjtja Mari, Shenjtja Nëna Hyjt, Shenjtja Virgjra Virgjrave, Shën Mihili, Shën Gabrieli, Shën Rafaeli, të gjithë engjujt e krye engjujt e shenjt, të gjitha koret dhe urdhrat e shenjt të shpirtëve të lumtur. O shëndrok ndjekës i madh i hyjit, O shëndrok nxënës i vërtet Jezu Krishtit, O shëndrok përçmues i të gjitha kotësive të kësaj bote, O shëndrok shembull i përsosur i pastërësisë virgjërore, O shëndrok dashurues i varfërisë ungjillore, O shëndrok zbatues i përsosur i të gjitha virtyteve, O shëndrok strej hacmurve, O shëndrok forca të dobëve, O shëndrok mjek i gjithë atyre që vuajnë nga mortaja, O shëndrok mbrojtës i të gjithë të braktisurve, O shëndrok shoqërues i engjujve, O shëndrok i lumtur midis patriarkëve, O shëndrok mik i lavdishëm i profetëve, O shëndrok njeri apostolik, O shëndrok martir i dashurisë së Zotit, O shëndrok ndjekës i Jezu Krishtit, O shëndrok engjull i trupit, O shëndrok frika shpirtrave të këqij, O shëndrok shembull i të gjallëve, O shëndrok ngushëlluesi atyre që po vdesin, O shëndrok mbrojtësi ynë me i denjtë, ki mëshirë për ne, shpëton, ki mëshirë për ne, nga çdo e keqe, nga të gjitha mëkatet, nga mortaja, uria dhe lufta, nga të gjitha rreziqet e trupit dhe të shpirtit, me mundimet e tua të hidhura te të shenjta, me vdekjen tënde te të shenjtë, me meritat e tua te të shenjta të amshuara, me ndërmjetësinë në nësatë të mirë Marijës, me ndërmjetësinë e shërptorit të ndjekësit të mbështik shëndrokut, me ndërmjetësinë të gjithë shenjtërve, ne mëkatarët e mirë, që me ndërmjetësinë e shëndrokut të na ruajsh me mëshirë ne dhe terat dhëun tonë nga mortaja dhe nga smundjet e rrezikshme, që me ndërmjetësinë e shëndrokut të na japësh shërimin për shpirtrat dhe për trupat tanë, që me ndërmjetësinë e Tij të marrim ndihmën në nevojat tona, që me ndërmjetësinë e Tij të jemi të palëkundur në fenë e vërtetë, që me ndërmjetësinë e Tij ta formojmë dëshirën e madhe
të durojmë të gjitha ato që na dërgon ti, o Zot hy. Që me ndërmjetësinë e ti të fitojmë besimin e plot në Zotin për të gjitha kohrat. Që me ndërmjetësinë e ti të fitojmë hirin e pendimit të vërtet. Që me anë të ti të fitojmë forcë nga Zoti që të te kalojmë të gjitha dëshmit tona. Që në përmjet ti të fitojmë besnikri dhe dashuri të vërtet ndaj të afërmit tonë. Që në përmjet ti të përparojmë në çdo të mirë. Që me ndërmjetësinë e Shënroku të na japësh momentin fatlum të vdekjes. Që mirësinë tënde të na dëgjosh, biri hyu të gjallë. O qenëgji hyu, ti që shpyn me katët e botës. O qenëgji hyu, ti që shpyn me katët e botës. O qenëgji hyu, ti që shpyn me katët e botës. O Krisht ndjena ne. O Krisht dëgjona ne. O Zot ki mëshirë. O Krisht ki mëshirë. O Zot ki mëshirë. Luto për ne, o shenjti shfrok, që të bamë të denjë. Të lutemi. O Zot, mirësia jote është e pafundme, mëshira jote është e papëngës. Gjithë pushtësia jote sëndon mbi trupin dhe shpirtin, mbi jetën dhe vdekjen, shëndetin dhe smundjen. Ne bim në gjunë para fronë të madrisate hynore. Ne të adhrojmë me një admirim të thellë, sepse dim se jemi plumur dhe hi para teje. Dhe krahasuar me ty ne jemi vetëm një hiq kalimtar. Por ne jemi gjithashtu të inkurajuar nga mëshira jote e mirë, sepse jemi të bindun se ti do të na pranosh, edhe nëse do të ishim katar më të mëdhenj, nëse do të paraqitim para teje me zemrat përvujtura dhe të penduara. Ja, o Zot, ne pendomi për mëkatet tona, ne qajmë për shkak të veprave tona të këqija, sepse të kemi fyer ty, të miren tonë më të madhe, të cilin e duam mbi gjithçka. Të lutemi në përmjet meritave të Jezu Krishtit, birit tënd, shpëtimtarit dhe shërbuesit tonë, dëgjoj lutjet tona dhe largo prej nesh helmin e dëmshëm për shpirtin. Na i shklim mëkatet tona, na ruaj nga çdo gjë që mund të na infektoj me këtë mortaj. Na jep hirin tënd të fuqishëm, me anë të cilit do të ecim me hapa të shpejt rrugës së urdhrimeve të tua të shenjta. Na ruaj në fe, rrejtë shpresën tonë dhe ndezën e ne zjarën dashnisate. Na jep në çdo kohë dritën tënde qiellore, hirin tënd dhe bekimin tënd, që të mund të flasim dhe të veprojmë drejt. Na jep guximin dhe forcën që të drejtojmë gjithmonë jetën tonë sipas shembullit të Shënrokut. Me ndërmjetësinë e tij, largoj prej nesh të gjitha smundjet, ngjitse sikurse është mortaja, të gjitha fatkeqësitë dhe më në fund na udhëheq ka jeta mshuar. Do të lutemi ne për Krishtin Zotin tonë. Të lutemi edhe për të gjithë vdekurit tanë. O Zot Jezu Krisht, liroj shpirtrat e të vdekurve nga ato dëshkime që ende duhet të psojnë në mundimet e purgatorit për shkak të mëkateve të veta. Me ndërmjetësinë e Shënrokut, jepi o Zot pushimin e pasosur. Po shofshin e paqen. I të birit e të shpirtit shenjtë. Shenjtë i shfrok.
Në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Hiri i Zotit tonë Jezu Krishtit, dashuria e hyjt dhe bashkimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Nësëri botra, ime në natën e Shënë Rohut, një festë e madhe për popullin tonë, kush e feston në Novosel, zakonisht e pastron shtëpinë, në mënyrë që kush vjen me pa se shtëpia është e pastër. Por nga një herë nuk e pastrojmë zemrën tonë. Edhe pse nga jashtë dukemi të pastër, por mbrena kemi shumë pluhur. Sepse nuk shihet pluhuri që kemi në zemër. Edhe këto do të më marrë një pecë për me pastru, sepse edhe në zemër të secilit për nesh ka shumë pluhur. Vëllezër e motra, t'i pranojmë katët tona, që të mund t'i kremtojmë dhe njësisht misteret e shenjta. Po i rëfehem, duke në gjithë pështetshëm, me tua vëllezër e motra, se kam pak më arshëm, me mendime, me fjalë, me vepra, dhe me lëshime, për fajin tim, për matë madhin fajin tim, prandaj përkohësisëm se do të marri që të mund lirgjë, të gjithë vendjeve, shenjtëve, dhe ju vëllezër e motra, që të lutemi për mua Zotin ton. Hyj gjithë pështetshëm, past mëshirë për ne, na i falët mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Shit.
Të lutemi. O hyj, ati mërësisë e pafund, ruaj bitë tu që i besojnë mbrojtjes e shëndrokut. Na jep hirin ta imitojmë atë në dashurinë ndaj vëllezërve, që se bashku me te të mund të marrim pjesë në trashëgimin e mbretërisë sate. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tënd, që është hyrë dhe jeton e mbretëron me ty, në njësinë e shpirtit shenjtë, që të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexim për librit të Tobit. Atëherë Rafaeli u tha atyre: bekojeni hyen dhe shpallini para të gjithë të gjallëve atë që ai ka bërë për ju. Bekojeni dhe këndoni lavde për emrin e tij. Shpallini me nderime veprat e hyjet dhe mos u lodhni duke i falendëruar. Është e mirë të ruhet fshehtësia mbretit, por të shpallen veprat e hyjet është gjë lavdishme. Bëni të mirën dhe e keqja nuk do t'ju gjej kurrë. Më mirë është të bësh lëmosh se të ngurbullosh arë. Lëmosha shpëton nga vdekja dhe pastron çdo mëkat. Ata që bëjnë lëmosh do të kenë jetë të gjatë. Ata që mëkatojnë e bëjnë padrejtësi janë armiqtë e vetvetes. Unë nuk do t'ju fshej asgjë. Ju thash se është gjë lavdishme të shpallin veprat e hyjet. Kur u lutishit ju dhe Sara, unë e paraqita lutjen tuaj para lavdisë së Zotit. Kur i varose të vdekurit, unë isha pranë teje. Dhe kur nuk ngurove të ngrihesh e të lije gjithçka për të shkuar e varosur të vdekurin. Ti nuk u fshiheshe asaj vepër të mirë, por e bëre me zemër të pastër. Prandaj hyj me dërgoj që të shëroj aty dhe nusën tënde Sarën. Fjala e Zotit. Zoti, që gëzohet shumë për udhërimet e tij. Pasardhësit e tij do të jenë të fuqishëm mbi tokë. Brezit e drejtave do të bekohet. Ai që ka dëmshuri dhe jep hua, që rregullon punët e veta me drejtësi. Ai kur nuk do të lëvizet, i drejti do të kujtohet gjithmonë. Ai nuk ka frikë nga lajmet e këqija, sepse zemra e tij është e fortë, duke u mbështetur tek Zoti. Ai ndan me bojari për të varfrit. Drejtësia e tij do të qëndrojë gjithmonë. Lexim për letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, ne e dim se për ata që e duan hyjnë, të gjitha bashkëpunojnë për të mirën, për ata që janë të thirrur sipas vendimit të Tij, sepse ata që i njohu që më parë, i paracaktoi që të jenë të ngjashëm me shëmbëllimin e birit të Tij, që ai të jetë i paralinduri ndër shumë vëllezër. Ata që i paracaktoi i thirri, ata që i thirri i shfaqsoi, dhe ata që i shfaqsoi i përlëvdoi. Çfarë të themi pra për këto gjëra? Nëse hyji është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Ai që nuk e kurseu as vet birin e tij, por e dha për të gjithë ne, si nuk do të na dhuroj bashkë me të gjithçka?
Kush do t'i akuzoj të zgjedhurit e hyjit? Hyi është ai që shfaqson. Kush është ai që dënon? Krishti Jezus, që vdiq për më tepër që u ngjall, që është në të djathtën e hyjit dhe ndërmjetëson për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Shtrëngimi, mjerimi për ndjekja, uria, lakurqësia, rreziku apo shpata? Siç është shkruar, për shkakun tënd jemi të vrarë gjithë ditën, na konsiderojnë si dele për therje. Por në të gjitha këto gjëra ne jemi më se fitimtar, nëpërmjet atij që na deshi, sepse jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as gjërat e tashme, as ato që do të vinë, as fuqit, as lartësia, as thellësia, as ndonjë krijesë tjetër, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e hyjit Krisht në Krishtin Jezus, Zotin ton. Fjala e Zotit. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë, Jezus ju tha nxënësve të vetë: e kur të vi biri njeriu të madhrinë e vetë, e me të gjithë engjëjt do të ulen mbi fronin e vetë të madhërueshëm. Atëherë para tij do të mblidhen të gjithë popujt, dhe ai do të ndajë njërin prej tjetrit, sikur se bariu ndan delet prej cepëve. Delet do të vënë të djathtën e vetë e cepët e majtën. Atëherë mbreti do të thot atyre që do t'jenë në të djathtën e tij: ejani të bekuarit e atit tim, merrni pronë mbretërinë që u bë gati për ju që prej fillimit të botës. Sepse pata uri me dha të ha, pata eti me dha të pi, isha shtegtar e me përbujtet, isha i zhveshur e me veshet, i smur e erdhët e me shihni, isha në burg e erdhët e kun. Të drejtet, atëherë do t'i përgjigjen: Zotri, kur të pam të uritur e të dham të hash, të eqshëm e të dham të pish, kur të pam shtegtare të përbujtëm, të zhveshur e të veshëm, ose kur të pam të smur ose në burg e erdhëm të këti? Mbreti do të përgjigjet: për të vërtet po ju them, çka do bet për njërin ndër këta vëllezërit e mi me të vegjël, e bet për mua. Pastaj do të thot atyre që do t'jene të majt: ikni prej meje të mallkuar në zjarr të pasosur, të përgatitur për djallin e për engjëjt e tij. Sepse isha i uritur e nuk më dha të ha, isha i etshëm e nuk më dha të pi, isha shtegtar e nuk më përbujtet, isha i zhveshur e nuk më veshet, i smur dhe në burg e nuk erdhët të kun. Atëherë, edhe ata do t'i përgjigjen: Zotri, kur të pam të uritur
atë e etshëm, ashtektar, atë e zhveshur, apo të smur, ose në burg, e nuk të gjetëm në nevoj, e ai do t'ju përgjigjet. Për të vërtet, po ju them, çka do zbet për njerin prej këtyre me të vegjelve, nuk e bet për mua. Këta do të shkojnë në mundimin e përjetshëm, kurse të drejtet në jetën e pasosur. Fjala e Zotit. Qoftë du Krishti. Që parë faleminderit do nalt për ktesën, faleminderit. Përshëndesje edhe Don Aleksandri, se ne të dy sot festojmë 15 vite të meshtarisë. Është vërtet për neve një falënderim ndaj Zotit. Në qoftë se e ndëgjum ungjillin me vëmendje, në gjallë pak frikë e të merë, sepse Zoti duket kërkus ndaj se cilit prej nesh. Duket si kur Zoti ka një liber të madhë, e në fund të jetës, o parajsa, o thirri. Por Zoti nuk ka nevoj për një liber për të vërerë tjetrin se si jeton, e shef, i shifet, dhe se tjetri njeriu në jetë ka sukses, jo në të holla, o në shtëpi, o në punë, ka sukses ndaj ungjillit që se po e lexojmë. Çfarë kanë bërë këta të ana djathtë për të hyrë në mbretërinë qiellore? 6 vepra, të cilat jam i bindur që në qoftë se don, dëshiron, se cili për nesh mundet me qitë praktik të përditshme. E para, uri, etje, i huaj, i zhveshur, i smur, i bërgosur. Këto janë 6 veprat. Për të bërë këto gjëra, nuk në novitet me ditë Biblen përmendsh, sepse nuk të vynë, mjafton me pas një zemër të mirë, një zemër të butë. Në qoftë se ke një zemër të mirë, këto 6 vepra i jeton çdo ditë. Mos të harrojmë se një ditë nuk të gjykohemi para Zotit për dëshirat tona. Nuk të gjykohemi për atë që kishim dashur të bëjmë, në qoftë se kishim pas pak kohë. Nuk të gjykohemi për qëllimet tona, sepse qëllimet tona gjithmonë janë të mira. Por një ditë përpara Zotit do të gjykohemi për veprat tona, për veprimet tona që i kemi bërë, që i kemi vënë në praktik. A ndëgjuat në mes të ungjillit, si ana djathtë ka majtë pyetjen kur Jezus. Kjo kur do me thënë që asnjëri se ka ditë, se ka kuptuar se po e donte Zotin. Kjo do të thotë se Zoti është mister, i padukshëm për se cilin për nesh. Të dyja palet, e djathta o e majta, e ka dashur, kanë dashur, ose kanë refuzuar Zotin pa e ditë. E djathta nuk ka ke refuzuar Zotin, e ka dash njeriun. Nuk është brengos me e ditë, a është Zoti apo jo. Ona e majtë, nuk e ka urry Zotin për njeriu. Në qoftë se Zoti vjen këtu para nesh, nëse se secili prej nesh ka dëshirë me hyrë në mirësinë e tij.
në mirësinë e tij. Çka në tregon kjo? E vështirë nuk është të duash Zotin, por shumë e vështirë është me dashur njëri tjetrin. Sidomos ata persona të cilët janë pranë nesh. Është shumë e vështirë, ama shumë. Me dashur Zotin askush nuk e dën. Sepse është një gjë personale. Është diçka jotja. Nuk e din tjetri sa e din Zotin, sepse vjen kish. Se për marë kish, do më thonë atë gjë. Thuhet që i thua vetë i krishterë për gjithë jetën pa e takuar Krishtin. E mundet me ndodhë. I thua vetë e krishterë, por në fund të jetës nuk e takojmë Krishtin. Një mjerisht qajmë për parë një filmi. Kush është ai se nuk ka qaj duke shikuar një film? Kush është ai? Nëse se askush. Krejt qajnë kur shikoj një film të mirë. Krejt. Por shpesh e kemi vështirë, nuk po them me qajt, por të emocionohemi së paku kur i shohim disa gjëra pranë nesh. Jemi aq të ftoft që nuk ndjejmë asgjë. Ndërsa përpara filmit qajmë. Çfarë hipokrizie. Pa ofendu askënd, ne jemi hipokrit. Hipokritë mëdhej. Përpara e lëvdon, ndërsa mbrapa e shon. Ungjilli përfundon e thot, të mallkuarit shkojnë në dënimin e përjetshëm, ndërsa të drejtet në jetën e pasosur. Pastaj Zoti nuk flet me, nuk thot më asgjë. Nëse do të ketë dashur, apo nëse do të kesh zotruar ato gjëra që i ke. Nëse do të kesh dhuruar pak kohë për të tjerët, apo do të kesh mbajtur për vete. Besoj se jam i bindur që gjëja më e bukur që kemi nuk është mbiemri i mirë. Nuk është puna mirë që bën, nuk janë parat që ke në bank, por është koha që ke në dispozicion. Kur je në spital, kur je i smur, me të thirr dikush është një shpëtim i madh. Është një shpëtim i madh. Ne rrejmë të tjeret edhe vetveten, duke thënë nuk kam kohë. Po pse atëherë për gjërat që ti don, ke kohë e gjon mjaft kohë. Ndërsa për gjërat e më rëndësishme, gjërat që vlen këtë jetë për me pas jetën e pasosur, jetën e ardhshme, nuk kemi kohë. Besoj se secili prej nesh din do një të afërm që nuk është mirë, është i smut. Pse mos me thirr? Jo s'kam kohë. Jo kohë ke mjaft. Kohë ke mjaft. Ne muna me gëny të tjerët, por jo vetveten. Vetveten s'më shkor me gëny, sepse e din. Ne gënjejmë të tjerët. Por për gjëra që të interesojnë, ke gjithmonë kohë. Do shta me mbaj telefonin dorë, në ka oq, ke kohë mjaft. Për me shkoni me shaz dikuna që është i smur, s'ke, sa çuditshme. Të lutemi së bashku Shënrokut, ai u gjend pranë të smurve dhe të varfërve.
që dhe ne të gjindemi pranë njëri tjetrit, sidomos kur tjetri kalon kohë të vështira. Sepse bukuria e jetës është se çdo gjë sillet. Kjo është bukuria e jetës. Ndoshta në kush e ka kalu, në kush është duke e kalu, në kush të ardhmen do ta ketë, sepse në jetë sillet çdo gjë. Mos pretendo kur nesër ti nuk je mirë që tjetri të thret e të interesohet për ty, mos pretendo. Në qoftë se ti sot nuk e bën. Ne nga njëherë zemrohemi pse ai s'm ka thirrë. Kur kesh smut, kur pata probleme, por ti a e ke thirrë. Vërtet, me jetu mirë është shumë pak. Vërtet, për pak gjëra, u besoj se gjëra më e rëndësishme në jetë është që të jetosh mirë. Sepse mundesh me pas pasuritë e madhe, por në qoftë se je i thatë këtu brenda, asgjë nuk të vjen. Asgjë nuk të vjen. Të lutemi se bashku Shënroku që të na ndihmojë për pak kohë që kemi të japim edhe të tjerëve. Sepse atëherë, edhe në qoftë se ndihesh i zbrazet në zemër, në qoftë se jep pak kohë për të tjerët, do të mbushesh me dashuri të madhe. Besoj dhe në hyjtë të vetëm. Të bashkuar me kremtimin e Shënrokut, pajtori tonë, i cili me jetën e tij dëshmoi dashurinë ndaj hyjt dhe të afërmit. T'i drejtohemi Zotit me besim dhe përvojtëri. Të lutemi së bashku duke thënë: dëgjoja o Zot lutjen tonë. Dëgjoja o Zot lutjen tonë. Për kishën barbotërore, qoftë gjithmonë një shtresh shprese për të sëmurët, të varfrit dhe të përjashtuarit, ashtu siç ishte edhe Shënroku në jetën e tij. Të lutemi. Për udhëhecit e botës, qofshin të frymëzuar nga shembulli i Shënrokut, për të punuar me drejtësi, mëshirë dhe për të mbrojtur dinjitetin e çdo njeriu. Të lutemi. Për të sëmurët dhe ata që vuajnë, qoftë Shënroku ndërmjetësues për ta, që të gjejnë shërim, forcë dhe ngushëllim në dashurinë e Zotit. Të lutemi.
Për mjekët, infermierët dhe të gjithë kujdestarët, qoftë puna e tyre e mbushur me dëmshuri dhe e bekuar me sukses, duke ndjekur shembullin e shënrokut, të lutemi. Për komunitetin ton, qoftë kjo festë një rast për të rritur dashuri ndaj njëri tjetrit dhe për të ndihmuar ata që janë në nevojë, të lutemi. Për të ndjerët tanë, qoftë shënroku udhërrëfyes për ta në rrugën drejt jetës së amshuar, të lutemi. O Zot, që e dhe shënrokut hirin përfituar me përvëtri dhe dashuri, dëgjo lutjet tona dhe na ndihmo të ndjekim shembullin e tij në jetën tonë të përditshme. Në për Krishtin, Zotin ton. Dhe sërmotërë të lutemi së bashku që flija ime dhe e juaja e dale pëlqyshme para hyjt atë të gjithë pushtetshëm. Pranoju atë dhuratat tona në këtë përkujtim të dashurisë së pafund të birit tënd, dhe me ndërmjetësimin e shënrokut na forco në përkushtimin bojar ndaj teje dhe ndaj vlesërve, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. T'i lartësojmë zemrat. I kemi të Zotit. Të falenderojmë Zotin hyjin ton. Është punë e denjë dhe e drejtë. Për një mend është punë e denjë dhe e drejtë, është detyra jonë dhe bërim shpëtimi.
Të falenderojmë gjithmonë Ty o Zot, ati shenjtë, Ty i gjithë pushtetshëm dhe i amshuar. Ty të jep lavdi, shoqëria e shenjtërve, kurse Ti duke shpërblyer meritat e tyre, i kurorëson vetë me dhuratat e Tua. Në jetën e tyre na jep shembullin e jetës. Në bashkësi me ta na jep miqësinë e tyre, e me ndërmjetësinë e tyre ndihmën. Kështu të përforcuar me atë shumë dëshmitar të sulemi nga njerë në luftën që na prek, për të ndarë me ta të njëjtën kuror të lavdisë së përhershme, në për Krishtin Zotin ton. Dhe prandaj me engjëj dhe kryengjëj dhe me korin e të gjithë shenjtërve, po të këndojmë himnin e lavdisë sate, duke thënë pa pushim. Me të vërtet je shejt o Zot, burimi çdo shejtërie. Ty prapo të lutemi, shejtroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëjmë për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jesu Krishti. Ai, kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori buken, të falenderoj, e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të vlijohet për ju. Po ashtu, pas që krye darka, mori dhe kelkun përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vet dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që të derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Kuptojmë vdekjen tënde, o Zot, shpallim gjalljen tënde, dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit. E po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti i Shenjtë të na bashkojë në trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të vini mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katëron të botës, për sosën dashuri bashkë me papën ton Leonin, me i peshvin ton Todun dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjene mend dhe për vëllezërit tanë e motra tona, të cilët po shuan me shpresë të ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj dhe ata në dritën e fytyres sate.
po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjër Hylinse, me Shën Jozefin fatën e saj, me shenjtë të apostël, me Shën Rokun e me gjithë shenjtrit që gjithë herë të pëlqyjnë, që të madhërojmë dhe të levdojmë ne për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty artë ty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, e që gjdo ndër e lavdi, për të gjithë shekujt dhe shekujve. Një mendje dhe një zemre, t'i drejtojmë Atit ton qiellor. Ati i Në liro po të lutemi o Zot për të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen e ditët tona. E në saj të mëshirës sate do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit. Do të jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Ti o Zot je vërtet, ti je pushtetshëm, ti lumtur na. O Zot Jezu Krisht, ti u ke thënë apostujve të tu, po ja le paqen, po ja jap paqen time. Mos i shiko mëkatet tona, por fen e kishës sate. Jep ja saj sipas vullnetit tënd, paqe dhe bashkim. Ti që i tronë mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Dhe me shpirtin. Jepja një njëri tjetrit shenjën e paqes. Ja që në gjihyt, ja i që shlin katët e botës. Lumë ata që janë të thirrur për gustin e qengjit.
Të lutemi. O atë që na ke bërë pjesëtar në tërësien tënde, na jep të imitojmë shembullin e shënrokut, i cili ju kushtu aty me gjithë zemër dhe u përpoq pa u lodhur për të mirën e popullit tënd, në për Krishtin Zotin ton. Barim së i meshës, ju përshëndes, ju falënderoj të gjithëve që keni marrë pjesë në këtë meshë shenjte. Njëri të falënderoj edhe Don Angellin për meshën, për fjalë që na i drejtoi. Ju urojmë 15 vjetorin e meshtarisë, të cilën së bashku me Patër Aleksandrin do ta festojmë edhe nesër ditën e Shënrrokut. Ashtu siç kemi thënë, pas meshës do të jetë procesioni me truporin e Shënrrokut. Mas pari shkon kryqi, ministrantat, truporja e Shënrrokut, me shtartë dhe ju tjerë të krejtë së bashku. Shkojmë rreth e rreth mureve të kishës, kthehemi në kishë, edhe atëherë shpërndami secili në shtëpia tona. Për shumat, festa ju një moftë gjithve.
fill të vdekjes son. Amen. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. O Jezusi im, na I fal mëkatet tona, shpëtona prej flakës së ferrit, qojnë fare gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të pesën shenjtë të lumturisë të mendojmë se Zoja bekume është kënërzuar mbretëresha e qiellit dhe tokës, e të mendojmë edhe lumturinë të gjithë engjëllëve dhe shenjtërve. Ati ynë që në qiellu shejtroft emrit, ardë mbretëria jote, u bavullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na I fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të mbimë në tundim, por na liron nga I keqi. Të fali Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti barkut e në Jezusi. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti barkut e në Jezusi. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti barkut e në Jezusi. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti barkut e në Jezusi. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti barkut e në Jezusi. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti barkut e në Jezusi. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti barkut e në Jezusi. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti barkut e në Jezusi. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti barkut e në Jezusi. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti barkut e në Jezusi. Shenjtja Marina natën sot, luto për ne mëkatare, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e të birit e të shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. qoft lëvduar ndruze e bekuar në anatën Zot.
O Jezusi, na I fal mëkatet tona, shpëtona prej flakës së ferrit, çojnë në varet të shpirtit. por sidomos për ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Të falim retnesha, nana me shires, jeta me lëzimi, e shpresa jonë, falim. Zoti qoftë me ju. I bekoft hy gjithë përshtetshëm Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Amen. Në emër të Zotit të shkojmë në paqe. Falenderojmë Ty. Parte de su